Përshëndetje të gjithë dhe mirë se vini në Active by Flex, podcastin dedikuar mirëqenies dhe shëndetit dhe sigurisht gjithë mekanizmave për të arritur tek këto. Nuk do zgjathem shumë, do ta nis direkt duke falenderuar gjithmonë për krahasin e këtij emisioni që është brandi Flex, i cili ndodhet në komunë Parisit Kika 2. Praktikisht aty mund të gjeni palestrën, ambientin e resistance training ose e peshave, spinning, crossfit, një ambient spektakolar me pajisjet më të reja dhe sigurisht mund të gjeni edhe pilates. Bashkangjitur këtu edhe saunat dhe bashkangjitur gjithmonë edhe një komoditet tjetër që është ambienti Flex Kitchen, që praktikisht jep mundësinë të gjithëve që dëshirojnë që të hanë një dietë të ekuilibruar, e cila mund t'i çojë drejt objektivave tyre që sigurisht mund të jenë që nga rritja e masës muskulare e deri tek një shëndet më i optimizuar në kontekstin më holistik ose më të përgjithshëm. Sot do të kemi një temë mjaft interesante, bëhet fjalë për metabolizmin, por para se të shkoj aty përshëndes Altina Bazaj. Përshëndetje të gjithëve. Altin, këto kohë ke filluar të krijosh goxha provokim, do thoja, nëpër rrjetet sociale. Janë disa komentet që janë dhënë në fakt, edhe pse duhet të thënë që jemi në fillimet tona dhe akoma algoritmi nuk na ka çuar aty ku pretendojmë se do jemi, pra drejt një audiencë akoma më të gjerë. Shpresojmë që këtë informacion ta çojmë dhe të informojmë sa më shumë njerëz. Megjithatë, edhe në këto views që kemi për momentin, kemi disa komente, disa reagime, disa pyetje dhe disa dhe konstatime mbase, sepse ti e di që shqiptarët janë gjitholog, janë ekspert çdo fushë, pra. Megjithatë, duhet thënë që opinionet që jep Altini këtu ose çdo lloj reference që mund të japim si podcast është i bazuar në të dhëna shkencore dhe jo në ndjesi apo pëlqim personal, apo jo, Altin? Po, sigurisht. Sigurisht më konfirmo. Sot do të flasim për metabolizmin. Çfarë është metabolizmi, insulina dhe rezistenca ndaj insulinës e të tjera. Merat sigurisht mund ta nisësh. Nuk e di nëse jeni në dieni, por në Amerikë është shpallur piramida e re ushqimore. Fillimisht është shpallur nga Robert Kennedy, që është në rolin e ministrit të shëndetësisë, sekretari për shëndetësinë, dhe është miratuar nga Trumpi. Piramida e re ushqimore që është një përmbysje e piramidës ekzistuese ushqimore. Ky është një lajm shumë i madh. Duhet të thënë që piramida ushqimore që jemi referuar deri më sot është një piramidë e cila ka nisur vitet 90 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pastaj është përhapur dhe pak a shumë mbi orientimet që ata kanë dhënë edhe ka funksionuar. E kemi komentuar dhe në se kush kanë qenë arsyet. Arsyet kanë qenë arsyet korruptive, themi, arsyet e mirëfillta që kanë qenë ndërtimin e piramidës ekzistuese deri më tash të nutricionit dhe faktorëve shkatrimtar që ato kanë patur në shëndetin e njerëzve. Dhe të themi piramida e re ushqimore është ndërtuar në sloganin Make America Healthy Again. Po. Të bëjmë Amerikën sërish të shëndetshme, ishte e gjithë ideja në fakt. Edhe vendosja në pikë pyetje e sistemit në një farë mënyrë kjo përbën edhe konfirmimin politik të themi të gjitha aty argumentave shkencore që janë dhënë deri tani. Kisha të drejtë, Altin. Me pak fjalë. Jo, nuk presim që të konfirmohet politikisht e drejta që kemi patur, por gjithsesi kjo është një gjë shumë e madhe, sepse nuk lidhet me faktin se çfarë trajtimi do i bëjë nutricionit apo dikush tjetër që më beson mua, më kupton, dhe që është i bindur në lidhje me argumenta, por piramida ushqimore dihet që kur ndërtohet bëhet e zbatueshme për institucionet, dhe ndërtohen guideline-et nutricionale për institucione, që janë kopshtet, sherdhet, institucionet arsimore, burgjet e tjerë, dhe kjo përbën ka një rëndësi shumë madhe. Jo vetëm që baza ka ndryshuar, nuk është më baza me drithra, siç ka qenë, por është baza me ushqime proteinike dhe yndyrna të shëndetshme, qoftë të saturuara deri në përqind të caktuar, por është rritur shumë niveli proteinave, niveli proteinik në rekomandimi ditor i sasisë proteinave. Sa ka shkuar, ka qenë rreth, është dyfishuar, po dhe nga ana tjetër janë hequr yndyrnat e vegetale. Sepse një nga pikat e piramidës ushqimore ka qenë zëvendësimi i yndyrnave saturuara me yndyrna vegetale. Me atë idenë e kolesterolit e tjerë. Ra miti kolesterolit. Sigurisht ka kohë që ka rënë.
por pritej konfirmimi politik, si të thuash. Shiko, është një konfirmim politik. Ideja është që ti e ke thënë, i e bazuar në perceptimin e mjekësisë logjikisht, ke pasur personalisht një lloj filtri, i e bazuar në të dhëna shkencore dhe eksperimente absolutisht, të cilët i kanë eksperimentuar absolutisht dhe kanë parë se çfarë ka ndodhur. Mbi të gjitha është marrë parasysh fakti që njeriu në shumicën e ekzistencës së tij është ushqyer në një lloj forme të caktuar, derisa vjen dhe tjetërsohet për shkak të asaj që diskutuam që ishte interesa ekonomik politik. Megjithatë, unë jam i sigurt që edhe sot, edhe në 2026-ën, edhe pasi Kennedy e thot, jam i sigurt do ketë grupe njerëzish që thotë që ajo është politike. Domethënë Kennedy ka interesa të kompanive të mëdha të mishit. Sigurisht, dhe lufta shtrihet në disa aspekte, jo vetëm reversimi i piramidës ushqimore, domethënë përmbysja e piramidës ushqimore, por dhe lufta kundër mishit artificial, që është qëndron Bill Gates mbrapa dhe vezës artificiale që është Jeff Bezos mbrapa saj. Domethënë lufta po zhvillohet edhe në këtë aspekt, sepse çfarë do ndodhi? Domethënë pritet që të gjithë industria ushqimore të shiftohet në drejtim të prodhimit mishit artificial dhe vezës artificiale, duke qenë se po akuzohen shumë këto produkte të tjera. Domethënë do gjejnë në rrugë dhe nga ana tjetër mishi natyral, domethënë ushqimet proteinike natyrale në një farë mënyre të konsiderohen të papërshtatshme dhe për ambientin, me idenë që të prodhohet dioksid karboni më shumë me përdorimin e tyre dhe të reduktohet në mënyrë graduale, qoftë nëpërmjet reduktimit të baktive, qoftë nëpërmjet reduktimit të konsumit të ushqimeve proteinike, duke vendosur norma ushqimore, ndërkohë që prodhimi i dioksidit karbonit nga njeriu, nga humanët është krejtësisht papërfillshëm në ndotjen e ambientit. I papërfillshëm është ndonjë një, megjithëse do zgjateshim dhe do thelloheshim shumë tek ngroja globale, shumë nga ata që në një lloj forme i përkasin politikave më konservatore se më të djatha, kanë kohë që e ngrën zërin, të tjerë që nuk i përkasin kësaj mendësie akuzohen sikur janë konservatorë ose të djathtë ose të ndikuar nga pikërisht këto politika. Megjithatë personalisht mendoj që bazuar në atë çfarë kanë parë nga njerëz që e njohin e kanë studiuar prej vitesh ngrohen globale, më duket një prall. Më duket sikur planeti në raport makro, ishte një tezë interesante, në raport makro, në raport me nëse shtrim në cikli të vazhdueshëm ngrohje dhe ftohje. Në 30.000 vitet e fundit, kjo është një pikë ftohje. Është një shkencar i cili ishte me peshë, domethënë flasim për një doktor në shkencash, pikërisht në këtë profesion. Thoshte që në zgjatje 30.000 vjeçare planeti është duke u ftohur, kemi patur momente edhe më të ngrohta se kaq. Nëse shkojmë tek metabolizmi, doktor, flasim për një temë me cila mendoj se në thelb është kyçi i shëndetit të individit modern. Kyçi i individit përjetësisht, por në epokën moderne mendoj se sëmundjet metabolike janë mbase shqetësimi kryesor. E para një, çfarë është metabolizmi? Metabolizmi është sistemi kryesor i prodhimit, shpërndarjes dhe përdorimit të energjisë në organizëm. Në kuptimin e mënyrës se si realizohet, mund të themi se janë ato proceset kryesore, është katabolizmi dhe anabolizmi. Katabolizmi është zbërthimi i makronutrientëve, nëse çfarë makronutrientët i kemi përmendur në seritë e kaluara, karbohidratë, proteinat dhe yndyrnat, në qeliza më të vogla, në glukozë, në aminoacide dhe acide yndyrore. Dhe si rezultat i këtij procesi prodhohet dhe adenozin trifosfati, që është monedha energjetike e organizmit. Dhe anabolizmi, të gjitha këto element, organizmi përdor për të rindërtuar indet, qelizat, duke përdorur ata ATP që është shfrytzuar nga zbërthimi i tyre. Ky është procesi i anabolizmit, i ndërtimit të indeve. Por në procesin e anabolizmit marrin pjesë vetëm aminoacidet dhe acidet yndyrore, siç e kemi thënë, kurse glukoza shfrytëzohet vetëm për energji. Dhe në këtë kuptim, aminoacidet dhe acidet yndyrore mund të shfrytëzohen edhe për ndërtimin e qelizave të indeve, por mund të përdoren dhe si energji. Ndërkohë që glukoza mund të përdoret vetëm si energji dhe as pak për ndërtim. Kjo
thekson dhe një herë atë që karbohidrate esenciale nuk ka. Ato shfrytëzohen, janë të shfrytëzueshme vetëm për energji, kurse aminoacidet dhe acidet yuror esenciale ka dhe ato janë të shfrytëzueshme primarisht për ndërtim të strukturave trupore dhe për energji gjithashtu. Okej. Cili është dallimi midis metabolizmit bazal, metabolizmit aktiv dhe eficiencës metabolike? Po tani, metabolizmi bazal është energjia që i duhet organizmit për të realizuar funksionet e tij jetësore në kushte qetësie. Pra, procesi frymëmarrjes, proceset kardiovaskulare, sistemit nervor e tjerë, të aparatit digestive e tjerë. Gjitha proceset jetësore që kryen organizmi në kushte qetësie, pa kryer aktivitet fizik, dhe që është në funksion të peshës, gjatësisë, të moshës. Mbi bazën e këtyre ne kalkulojmë metabolizm bazal, kurse metabolizmi aktiv ose sasia totale e energjisë që duhet gjatë ditës është e lidhur me aktivitetin fizik. Ky metabolizm bazal do shumëzohet me koeficient në varësi të aktivitetit fizik. Nëse ne kemi një aktivitet fizik të lehtë, të moderuar, të rëndë dhe shumë të rëndë, 1.2, 1.55, 1.85 e tjera. Ky koeficient, nga ana tjetër, nëse ne duam të shtojmë apo të ulim peshë, duhet kemi një shtesë kalorazhi me 500 kalori nëse duam të shtojmë peshë dhe minus 500 kalori plus në ditë. Nëse duam minus nëse duam që të reduktojmë në peshë. Por këtu mund të hap një parantesë në lidhje me metabolizmin. Do të thënë ku ka lindur nevoja e përdorimit të kalkulimit të kalorive, të themi. Në kalkulimi i kalorive është lidhur kryesisht me futjen në masë të gjerë të përdorimit të karbohidrateve. Ndërkohë që në kohën kur ushqimi ka qenë i bazuar kryesisht në proteina dhe yndyrna, nuk ka qenë nevojshme matja e kalorive. Njerëzit ushqeheshin deri në momentin që ngopeshin, dhe rreziku i shtimit masës diamore dhe shtimit peshës trupore nuk ka ekzistuar siç ka filluar të ekzistojë mbas futjes në mënyrë masive të përdorimit të karbohidrateve. Karbohidrateve apo edhe të ushqimeve të përpunuara ndërsa. Karbohidrateve, por bashkë me karbohidratet kanë ardhur edhe përdorimi i ushqimeve të përpunuara dhe yndyrnat vegetale të hidrogenizuara, parcialisht hidrogenizuara, e të tjera. Pra ti thua që dikur, për shkak se hanin kryesisht mish yndyrna, nuk i masnin. Në puntatën e kaluar në mos gaboj, kemi marrë shembullin e Serge Nubret. Atë shembull nuk e kemi sjell për hir të faktit që efektit wow. Që ka qenë një individ i shkëlqyer në sport e tjerë, por thjesht për ta përdorur këtë individ për ta përdorur si një shembull se çfarë mund të realizohet me një dietë thellësisht karnivore, me dietë plotësisht proteinike, dhe nëse ky person i kalkulonte kaloritë apo jo. Ky person dhe individi ngjashëm me këtë nuk kanë bërë kurfar llogaritjet kalorive. Të bëj pak avokatën e djallit për shembull. Mund të kemi shumë raste sportistësh, atletësh, njerëz që kanë aktivitet shumë të lartë fizik, që hanë çfarë duan dhe nuk është se i matin kur kaloritë e tyre, janë në kondicion, po themi, në peshë ideale, janë me body fat, me përqindje diamore shumë të ulët. Kështu dikush do thoshte që mbase edhe sportistët e anës tjetër që hanë karbohidrate nuk kanë nevojë të masin kalori. Për këtë nuk jam shumë i sigurt nëse ata i masin apo jo kaloritë, por varet edhe çfarë aktiviteti kanë, mund të kenë çfarë lloj sporti aplikojnë. Kam përshtypjen që argumenti jo të vlen për njerëz që nuk bëjnë aktivitet shumë të lartë fizik, pra nëse dikush bënte rrallë aktivitet fizik ose nuk bënte edhe fare aktivitet fizik dhe hante një dietë bazuar në yndyrna dhe proteina, pastaj do futim edhe koncepti i fleksibilitetit metabolik. Këta individ sigurisht që kanë një fleksibilitet metabolik në një nivel shumë të lartë, të kënaqshëm. Dhe çfarë është fleksibiliteti metabolik? Fleksibiliteti metabolik është përdorimi i glukozës për energji, por përdorimi dhe i acideve përdorimi i yndyrës për energji. Dhe aftësia për të shiftuar nga njërat e tjera në mënyrë të lehtë, në mënyrë të shpejtë dhe të lehtë. Po. Dhe nëse realizohet kjo, ka një fleksibilitet metabolik. Shkenca ka treguar, doktor, që ke të drejtë. Do të thotë që kur përdor ushqime karbohidrative,
Për shumë kohë ama nuk ndodhe kundër. Rritet glicemia, rritet insulina. Do shkojmë atë. Dhe ti do përdorësh për djegje, do përdorësh glukozën, do futesh glukozën në qelizë dhe përdorësh për djegje. Ndërsa kur je në periudha qetësie, ulet ose periudha qetësie ose periudha ushtrimet kryesisht karakterit aerobik. Ulet niveli glukozës dhe përdoret yndyrë. Insulina dhe kjo bën që të përdoret yndyrë. Do të thënë për aq kohë sa insulina qëndron lart, yndyrë nuk mund të përdoret. Duhet që të ulet insulina në mënyrë që të përdoret yndyra dhe të kalohet në gjendje të lipolizës. Okej, prit se këto do ta kapim sërish. Është interesante. Është interesante. Në fakt ke të drejtë për sa i përket atij komendi dhe shumica e studimeve dalin konkluzion që njerëz pikërisht ata që e mbajnë që kanë një fleksibilitet metabolik të kënaqshëm dhe mund të kalojnë në mënyrë të shpejtë nga përdorimi i glukozës në përdorimin e yndyrës, nuk vënë mas diamore. Dakord, por shumica dërmuese studimeve ose observimeve dalin konkluzion që njerëz të cilët kanë qenë dieta jetëgjata me bazë karbohidrative e kanë shumë të vështirë të shiftohen ose të kalojnë në përdorimin e dhjamit, qofshin edhe sportistë. Po pikërisht për këtë arsye, sepse kanë insulinën lart. Nëse mban insulinën lart, për një periudhë të gjatë kohe, ke shumë të vështirë që të kalosh nga ana tjetër. Dhe në qoftë se ti fillon të modifikohesh në terma afat shkurtër, por në disa raste edhe në terma afat mesëm e ke shumë të vështirë të kalosh në një gjendje lipolize të vërtetë. Për shkak se organizmi e ka humbur aftësinë për të shiftuar në fasting ishte një mekanizëm shokimi për të arritur që të rikujtoj organizmin se si mund përdoret dhe shumica e njerëzve një metodë ekstreme fillimisht për të të futur ty sa më shpejt në këtë mekanizmin e përdorimit të yndyrës për energji, por po aq efektive është dieta me karbohidrate të ulta dhe shumë të ulta. Është po aq efektive, jo vetëm rikthehet, por edhe në autofagi, Arrin autofagi me dietë me karbohidrate shumë të ulta ose pa karbohidrate fare. Vërtet, e dije që autofagjia ishte proces që arrihet vetëm ndërmjet fasting. Atribut ekskluzivisht i fasting. Wow, kjo është interesante. Një pyetje shumë popullore, doktor. Si ka mundësi, ti e përcaktove që disa njerëz kanë X nevojë bazuar në peshën e tyre trupore në bazë moshe, bazë mase muskulare. Megjithatë, disa individ duket sikur kanë, si thon, shejtanin bark, ka ca shprehje popullore, pra ushqehen si të duan dhe metabolizmi i tyre si duket është aq i shpejt sa që nuk shtojnë dhjam. Ose nuk duket sikur shtojnë dhjam. Mos është kjo. Edhe me atë mitin e metabolizmit, mund marrim dhe anën e kundërt, metabolizimin e ngadalt, që ka njerëz që thonë ka metabolizmin ngadalt, shtojnë në peshë. Po, dhe ujë të pithët. Ka metabolizmin e ngadalt. Po. Është mit. Metabolizmi ngadalt është mit. Është parë që njerëzit kanë diferenca në metabolizëm bazal shkencërisht kanë diferenca 5-10% njëri nga tjetri. Është e papërfillshme. Dhe këto lloj diferencash për mendimin tim lidhen kanë më tepër të bëjnë me faktorë gjenetik. Po. Që për mua gjithsesi faktorët gjenetik mund të modifikohen. Është edhe ndikimi i fenotipit në genotip, që mënyra se si ti vepron ditë mbas dite edukon gjenetikën tënde, epigenetika po. Kemi përmendur edhe më parë një gjë të tillë. Se sa një ndikimi gjenetikës në mënyrë të mirëfillt. Por në metabolizmi mund të edukohet. Nuk është i përcaktuar një herë për gjithmonë. Mund të edukohet, por është edhe i lidhur me faktor hormonal. Është i lidhur me çfarë niveli testosteroni, çfarë niveli estrogeni, kortizoli, hormonet e tiroidës luajnë një rol shumë të madh. Për shembull, njerëzit kanë mungesë hormoneve të tiroides, kanë hipotiroidizëm e kanë të vështirë që të bien në peshë. Ata që kanë hiper kanë të vështirë të shtojnë peshë. Do të thonë tiroidja luan një rol shumë të rëndësishëm në ruajtjen e balancës energjetike. Pra mund t'i themi dikujt që ha çfarë doj edhe nuk shton peshë, të shikojë një herë tiroidet. Kortizoli është shumë i rëndësishëm. Edhe kortizoli. Se kortizoli, sidomos kuptohet që kortizoli është hormoni i stresit dhe në terma fat shkurtër është efektiv. Është efektiv dhe i rëndësishëm, por në terma i ruajtur i gjatë, hiperkortizolemia, në terma afatgjatë është dëmtues, sepse mban glukozën, mobilizimin e glukozës lart
në mënyrë permanente. Të marrë insulinën lart në mënyrë permanente, insulina lart nuk lejon që të futesh në lipolizë dhe nuk lejon që të përdorësh terma mjekësor, lipolizë është djegje e ndyrës. Po, që të përdorësh yndyrën për për energji. Ta shpjegojmë pak një publik më të gjerë që mbase edhe nuk e di. E dëgjojmë shpesh, është besoj tema kryesore e të gjitha diskutimeve mjekësore, shkencore. Rezistenca ndaj insulinës. E para, çfarë është insulina? E dyta, si arrin të kesh rezistencë ndaj insulinës? Insulina është hormon i prodhuar nga pankreasi dhe nuk bën që tjetër veç se fut glukozën në qelizë dhe glukoza pastaj përdoren nga qeliza për proceset e veta energjetike. Nga ana tjetër, sasia e tepërt e glukozës shndrohet në glikogjen dhe mbasi plotësohen rezervat me glikogjen të muskujve dhe të mëlçisë, pjesa tjetër shndrohet në indët jamor. Domethënë, është aspekti i përdorimit të glukozës për energji dhe i depozitimit të glukozës në rezerva energjetike në formë të glikogjenit dhe të masës yndyrore. Por insulina në kuptimin është një hormon lider në organizëm, është hormoni kyç që merr pjesë në përdorimin, në shpërndarjen dhe përdorimin e energjisë, në ruajtjen e balancës dhe të hormoneve të tjera, siç e tham, të testosteronit, estrogenit, kortizolit, leptinës, grelinës, janë hormonet që ruajnë oreksin, urin, ngopin, humorin, dëshirën, libidon, dhe hormonit të rritjes. Grothi, Po. Tani rezistenca ndaj insulinës. Rezistenca ndaj insulinës ndodh atëherë kur qelizat dhe insulina që të veprojë duhet lidhur me receptorët e saj që ndodhin në qeliza. Këto receptor mbulohen në qeliza dhe insulina nuk arrin dot që të veprojë dhe kërkohet një prodhim gjithmonë më i madh i insulinës për të realizuar të njëjtin efekt. Dhe me kalimin e kohës, kjo çon në një insuficiencë të pankreasit. Pankreasi, qelizat beta të pankreasit nuk realizojnë dot atë prodhim të duhur të insulinës dhe kjo çon në diabet më pas, në shfaqjen e diabetit. Po, dhe rezistenca ndaj insulinës është, si të thuash, e kemi përmendur më parë që është baza e sëmundjeve, ose më saktë baza e të gjitha sëmundjeve të kohëve moderne. Mund të shkaktoj hipertension, po themi? Po sigurisht. Atëherë, ajo shkakton sindromin metabolik. Sindromi metabolik është trinomi i hipertensionit, hiperlipidemisë, kryesisht hipertrigliceridemisa dhe hiperglicemisë. Koekzistenca e këtyre të treja përbën atë që quhet sindromi metabolik. Dhe obeziteti që është trigliceridet larta, tensioni lart, trigliceridet lart dhe glicemia. Këto treja përbëjnë sindromin metabolik. Këto janë shkaktar ndodhin në individ obez, po jo detyrimisht obez, Po jo detyrimisht obez, po ki parasysh një gjë që çdo obezitet është një shprehje e rezistencës ndaj insulinës. A nuk ka shanse? Tregon që nuk ka shanse të jesh obez dhe të mos kesh një insulinë të prodhuar në sasi më të madhe. Okej, po mund të kesh insulinë më të, domethënë, nëse ti ke një insulinë të prodhuar më shumë se normalisht, po themi. A është e pa shmangshme që ti eventualisht do shkruash që të kesh një rezistencë ndaj asaj insuline? Sigurisht që si ka mundësi ka njerëz për shembull që janë në moshë të avancuar, janë mbi peshë, edhe nuk kanë glicemi të lartë. Sigurisht që është e shmangshme sepse mundet të ndërhysh me këto faktorë të tjerë që ne thamë. Para njëherë aktiviteti fizik. Aktiviteti fizik qoftë në kuptimin e aktivitetit aerobik, Esja konsiderohet si një aktivitet shumë i thjeshtë, por është jashtëzakonisht efektiv. Nëpërmjet esjes ne ulim gliceminë në mënyrë të vazhdueshme. Mbajmë gliceminë stabil, duke mbajtur gliceminë stabil, nuk provokojmë pankreasin për të rritur insulinën. Nga ana tjetër, mbas një farë kohe hyjmë dhe në procesin e lipolizës nëpërmjet esjes, djegjen e yndyrës trupore. Dhe ushtrimet për rezistencë, zhvillimi i masës muskulare. Okej, do ta diskutojmë edhe këtë. Musujt janë indi më metabolik në organizëm. Indi më metabolik në organizëm, nga ana tjetër musujt kanë edhe një faktor tjetër të rëndësishëm, që rritin nivelin e glukozë transferazës, glukozë transporterit tip 4,
që vepron në mënyrë të pavarur nga insulina, duke e marrë glukosën drejt për drejt nga gjaku, duke marrë glukosën nga gjaku, nga sistemi dhe duke depozituar në muskuj. Qoftë për ta përdorur për energji, qoftë duke depozituar në formën e glikogjenit. Në mënyrë të pavarur, muskujt veprojnë nëpërmjet këtij mekanizmi, veprojnë duke kapur glukozën nga qarkullimi i gjakut dhe duke lehtësuar punën e pankreasit. Në këtë mënyrë duke mbajtur insulinën stabil. Kjo është një arsye shumë të rëndësishme pse na duhet masa muskulare, jo vetëm për estetik, por për funksionalitetin që ajo ka. Është shumë interesante kjo. Ka një problem tjetër që të lidhur me masën muskulare, që mund të kesh dy individ me të njëjtën peshë trupore, dhe të kenë nivele metabolizmi të ndryshme dhe nivele rezistencë ndaj insuline ose respektivisht dhe sensitiviteti ndaj insulinës të ndryshëm. Po sigurisht. Dhe kjo lidhet në radhë të parë lidhet me masën muskulare që ata kanë. Përbërjen, po. Përbërja trupore. Sa masë muskulare ka njëri, dy individ identike me të njëjtën peshë trupore, por njëri ka masë muskulare më të madhe, respektivisht masë dhjamore më të vogël, tjetri ka masë muskulare më të vogël dhe rrjedhimisht masë dhjamore më të madhe. Niveli hormonal që kanë, e kupton, domethënë si është shëndeti i tiroideve, ajo që thamë më sipër, si është niveli kolesterolit, i niveli kortizolit, i testosteronit, estrogenit. Po nëse ato janë të lidhura, domethënë është e rrallë që ti të shohësh një individ që duket vërtet i shëndetshëm dhe mos të jetë i shëndetshëm. Ose të paktën të mos jetë më i shëndetshëm se dikush që duket më pak i shëndetshëm. Niveli aktiviteteve të pakontrolluara gjatë ditës. Është ky një koncept shumë i rëndësishëm. Që do të thotë tërësia aktiviteteve që ti kryen jashtë aktiviteteve sportive të mirëfillta. Lëvizja trupore që ti kryen, lëvizja nga njëra dhomë te tjetra ta zëm, ndonjëja në këmbë për një periudhë më të gjatë se sa një individ tjetër. Bërja punëve të ndryshme të vogla që nuk llogariten në aktivitet fizik të mirëfillt. Të gjitha këto e shtojnë Patjetër. Unë e kam provuar vetë, më duket interesante se kur bëja vrap, rrian borxhe bëja vrap, po themi 5 ose 10 kilometrëshe, dhe shikoja sasinë totale të djegjes. Dhe nga aktiviteti fizik aktiv mund të shpenzoja rreth 500 ose 600 kalori, po themi në një 10 kilometrësh. Nëse kisha punë që kishin të bënin me lëvizje në këmbë, dhe aty është goxha aktive, se duhet ngjisësh shkallë, duhet zbresësh, duhet lëvizjesh me njerëz. Shikoja që ditët që kisha ngarkesë të tillë, mund të shpenzoja edhe 1000 kalori të tjera me diçka që unë nuk e kuptoj ose se kisha imagjinuar që mund të shpenzoja aq shumë kalori. Ndërkohë ditët që nuk kisha këtë aktiviteti dhe kisha vetëm vrapin, nuk arrija ti çekoja objektivat e harxhimit të sa kisha 1300 kalori aktive ditore. Dhe kuptova që shpenzimi i kalorive aktive ndërmjet aktiviteteve të vogla lëvizjes në këmbë është shumë i nënvlerësuar. Është shumë i nënvlerësuar dhe në të kundërt është shumë i rëndësishëm. E qartë. Respektivisht. E qartë. Ti e përmendën në fakt që muskujt janë një mekanizëm tjetër, përbërja e ushqimit. Përbërja kemi po mirë, ajo është. Ne kemi moshuar ushqimin proteinik. Duke qenë se proteinat janë makronutrientë që kërkon shumë energji, që të zbërthejnë aminoacide, shfrytëzojnë shumë energji trupore për të zbërthyer në aminoacide. Respektivisht, kjo është dhe një nga arsyet pse një ushqim me proteina të larta dhe yndyrna të larta nuk ka nevojë që të kalkulohet në aspektin e kalorazhit. Ka shumë që ti ngopesh pa marrë sasi kalorish që mund të mendohet që mund t'japi ty rritjen pesh. Ka një grup jo të vogël tashmë shkencëtarësh që janë të fokusuar në biohacking, të cilët nuk e marrin më fare parasysh kalorinë. Thonë që është një koncept i tejkaluar thot kaloria, edhe pse mbase njerëzit tani do thonë, po çfarë thoni se deficiti kalorik absolutisht. Shikon, në vitet 50, 60, 70 jesh i sigurt që nuk marrëshin kalorit, flas nivelin sportiv, nivelin sportiv dhe duke referuar dhe fitnessit, flasim për personat që merreshin me fitness. Matja e kalorazhit ka lindur si nevojë më pas me introduksionin e sasive abondante të karbohidrateve. Po është rasti i Karim Benzema, që është futbollist elitar i Real Madridit, rasti i Lionel Messi, i Cristiano Ronaldos, janë 3 shembuj të cilët janë ndjekur nga dietolog dhe nga informacionet që ka online, ngelet për të vërtetuar se sa e vërtet apo jo është informacioni, po informacioni online thoshte që
Futbollistët humbën pesh dhe në nivel futbollistësh si Benzema ose Ronaldo ose Messi, të cilët janë atlet prej vitesh, humbja e 3-4 kileve, body fat gjithmonë, pra dhjam në trup, është arritje jashtëzakonshme. Kur ke 10 vjet që luan në një kompozim të caktuar i ndyrë në trup dhe ai të ul në moshën 30 vjeçare 3 kg, është arritje jashtëzakonshme për futbollistë që duhet performojnë 70 ndeshje ose 65 ndeshje në vit. Dhe interesante është që nuk e arritën sipas informacionit gjithmonë ndërmjet deficitit kalorik, po e bën ndërmjet uljes karbohidrative. Nuk matën rikompozimi, pra rikompozimi i ushqimit. Rikompozimi i ushqimit, jo nga dhe deficienca kalorike ka dhe një problem tjetër, që është ajo që kemi diskutuar dhe më parë. Sa mund ta mbash? The Big Loser, apo The Biggest Loser, emisioni në Amerikë, ku vërtetua që deficiti kalorik i mbajtur për një kohë të saktuar do dëmtoj metabolizmin në terma afatgjat. Kjo është problemi i madh. Dëmton metabolizmin në terma afatgjat dhe këtu merret në konsiderat shumë kjo. Kur shikojnë ata dy individët që thash më parë, përveç gjithë këtyre faktorëve të tjerë, masës muskulare, nivelit hormonal e tjerë, merret në konsiderat edhe historiku i dietave të bëra gjatë jetës. Kështu që dietat, domethënë gjitha kjo llogaritet. Dieta restriktive, dietat ekstreme, restriktive do ndikojnë në terma afatgjat, do japin shërgullim hormonal, veçanërisht të leptinës dhe grelinës, të cilat nuk do ta marrin veten. Pra ti thua që do kenë vështirësi të mëdha për të rikuperuar dhe për të arritur nivelet që do kishin më parë. Pra ti thua që kjo i vendos në vështirësi. Një njeri ose një industri që të premton që ti do arrish në 3-4 muaj të humbasësh X ose Y kilogram, të bën një dëm më të madh në plan afatgjat. Pikërisht, dhe nuk mundet gjë pa mundime në këtë sektor të paktën nuk ka, është krejtësisht e sigurt. Një gjë e lehtë, një gjë e arritur lehtë, është një gjë e dyshimt. Është një gjë është një mit dhe është e dyshimt. Dhe vlen më tepër në kuptimin e kësaj. Ozempiku e premtoi, po në kuptimin e kësaj vlen më tepër rikompozimi i ushqimit, duke u bazuar tek proteinat dhe yndyrnat e shëndetshme, shumë më tepër dhe shumë më efektiv se sa hipokaloraj, restriksioni kalorik. Sepse ti këtu mund të përdorësh një hiperkaloraj dhe nuk shton pesh. Është e vërtet. Domethënë gati më duket sikur me dietën me karbohidrate të ulta, me proteinë të lartë dhe yndyrna të mira gjithmonë. Tjetër ka ekzistuar mund të hash sa duash. Ka ekzistuar edhe një pretendim tjetër, veçanërisht në sportistët me aktivitet fizik intensiv. Bie fjala bodybuilder, bodybuilder që bëjnë ushtrime për rezistencë, ushtrime intensive për rezistencë. Dhe përsëri do i referohem Serge Nubret, sepse e marr si etalon, jo për atë si individ. Po si shemb, si fenomen. Si fenomen. Ideja që nëse ti nuk përdor karbohidrate, nuk ke energji për ushtrimet intensive, sepse duhet thënë që ushtrimet me pesha, ushtrimet intensive me pesha kërkojnë glukozë, që glukoza është energjia për një ushtrim, të themi, të një niveli të lartë, të rënd, me sforcim të fortë në terma afat shkurtër. Por është pikërisht shndrimi i proteinave në glukozë nëpërmjet procesit të glukoneogenezës, dhe që është një proces jashtëzakonisht efikas dhe që shndron aq protein në glukozë, aq protein saq glukozë na duhet për të përballuar atë nivel aktiviteti fizik dhe jo më tepër, ndërkohë që ne nëse do e marrim karbohidratet, glukozën e gatshme nëpërmjet karbohidrateve, rrezikojmë të marrim shumë më tepër. Dhe përveç përdorimit për atë aktivitet fizik, pjesa tjetër të shndrohet në masë diamore. Më kupton? Pra ti thua, shto proteinën, që proteina kthehet në glukozë. Serge Nubret për shemb, po shumica nuk e shton shumë proteinën. Serge Nubret përdorte 600 gram protein, domethënë duke u bazuar tek sasia e mishit ditor që ai konsumonte. 600 gram protein në ditë. Po kuptohet. Janë 3 kg mish ditë. Po kuptohet që në këto 600 gram një pjesë e rëndësishme transformohej në glukozë për ta përdorur për aktivitetin. Dhe ishte shumë efektive, dhe aq efektive ishte ajo sa e tregon kompozicionin trupor i Sergjit. Kompozicioni trupor i ruajtur gjatë gjithë vitit, nuk bënte faza
të rritjes në peshë dhe pastaj të reduktimit të peshës, këto bulk, të cilat kanë nevojë edhe për diuretik, pastaj edhe për që janë shumë stresuese për organizmin, edhe do të thënë ka qenë komplet jashtë këtyre. Nëse dikush që nuk ka ndjekur podcastet ose puntatat e para që ne kemi komentuar më së miri pjesën e nutricionit, sigurisht ne do të kemi edhe në të ardhmen tema që mund ta diskutojmë. Gjithmonë është për një njeri mesatar, po themi tek 75-80 kg do ishte diçka te 2.5 gram proteina, apo jo, Altin. 2.5 gram nëse është e ulët në karbohidrate, për të kompensuar edhe deri në 3, nëse bën aktivitet fizik flasim. Nëse bën aktivitet fizik, përvaret dhe lloji aktiviteti. Flasim palestër, resistance training. Me pesha, resistance training. Nëse je shumë rigoroz dhe nivelin e karbohidrateve këtë shumë të ulët, edhe 3 gram. Shkosh edhe sigurisht. 3 gram, nëse te thithet 240 gram proteinë ditë. Për atë arsye që ta më për të prodhuar glukosë. Për të prodhuar glukosë dhe që e prodhon glukosën në mënyrë shumë efektive dhe pa rrezikuar rritjen peshë. Dhe pa rrezikuar dhe rezistenca e insulinës, pa rrezikuar edhe rritje të insulinës. A është e vërtet biohacking i videove të fundit kemi parë kudo konsiston shumë tek ideja që trupi duhet të përballur me një stres selektiv. Qoftë ai sauna, qoftë ai cold shower, ekspozimi në ujë të ftohtë, po themi, qoftë fasting, qoftë stërvitje anaerobike, pra high intensity, do me thënë vrapime që të lënë pa frym. Pra këto ekspozimet në kushte që ne jemi përshtatur në gjithë ekzistencën tonë që të jetojmë në organizmin tonë. Vetëm se për të paktën nëse do t'i besojmë teorisë edhe një herë që ne jemi thyva mikrofonin, ne jemi pasardhës dhe kemi evoluar të disa specieve tjera që ishin të ngjashme, se shumë njerëz vënë në diskutim këtë. Këto të gjitha ata ekspozoheshin shumë. Pikërisht. Në të ftohtë, në të nxehtë, në mungesë ushqimi, në vrapime për të shpëtuar nga xhaguari. Po adoptohet organizmi në nivele të ndryshme stresi, kjo është ideja, adoptimi i organizmit në nivele të ndryshme stresi dhe nga ana tjetër jeta moderne, si të thuash, e ka zbutur shumë njeriu, e ka vendosur në disa kondicione, të cilat janë kundër fiziologjisë së tij dhe detyrohemi që të bëjmë edhe këto forma ekstreme, për të imituar sjelljet e dikurshme të njeriu. Të cilat ishin natyrale, nuk shkonte njëri në sauna para 10.000 vitesh, domethënë. Këto është vërejtur, është evidentuar shkencërisht që këto ruajnë një rol shumë të rëndësishëm në shëndetin e mitokondrive, veçanërisht saunat e ftohta. Saunat e ftohta, aktiviteti pjiti është shumë i rëndësishëm. Ndarja e mitokondrive, po, në rritjen e nivelit të numrit të mitokondrive, po dhe mitokondre më efektive, më eficiente. Dhe mitokondre më eficiente do të thotë që të prodhohet më shumë ATP dhe të ketë më pak mbetje toksike, radikale të lira të oksigjenit, mbetje të tjera. Kjo është një mitokondri eficiente dhe kjo ku duket kjo? Kjo duket praktikisht tek ata individ që i bëjnë këto, i aplikojnë këto lloj sisteme që përmendëm më parë. Ka një energji permanente gjatë gjithë ditës, ndihet ka një eficiencë metabolike të kënaqshme. Janë gjitha këto hakerime që ndikojnë edhe aty ku tham më parë që ti edhe mund të egzagerosh disi me ushqime dhe përsëri të jesh krejtësisht ndryshe nga dikush tjetër që nuk i bën këto gjëra. Absolutisht, për shembull, cold shower mund të rrisi nivelin e dopaminës nga baza herë 2.4 konsiderohet rritje nivelit kokainës. Kokaina dhe cold shower kanë të njëjtin rritje të dopaminës, por vetëm për ata që duan ta aplikojnë këshillohet një ekspozim gradual. Po, se edhe mund të rritet dopamina, por mund dhe me efekte fatale. Ka dhe njerëz që bëjnë reaksione shoku nga ekspozimi në të ftohtë, me urtikarje, me një shok anafilaktik i vërtet. Kështu që duhet ta provojnë veten e tyre. Duhet eventualisht. Unë personalisht e kam provuar edhe ka një efekt të jashtëzakonshëm, domethënë ekspozimin në ftohtë. Mitokondrive është e pa imagjinueshme, Në mitokondrit janë, si thua, janë laboratori energjetik. Dhe kanë ADN-n e tyre, kjo është. Ato kanë ADN
më vete, domethënë nuk kanë atë dënën ton mitokondriat. Janë si alien brenda trupit tonë. Fakti niveli mitokondriave mund të veprojmë dhe në aspektin nutricional, qoftë nëpërmjet ushqimeve me polifenole, antioksidante, qoftë nëpërmjet përdorimit të suplementeve si të vitaminës D3, magnezit dhe omega-3-shit. Këto 3 suplemente janë shumë të rëndësishëm për mbajtjen e nivelit mitokondriave në mënyrë të kënaqshëm, të numrit edhe të mënyrës se si ato funksionojnë, se nuk është e rëndësishëm vetëm numri, po dhe mënyra se si funksionojnë. Në fakt sa ato shfrytëzojnë të gjithë material energjetik që ato marrin për të prodhuar ATP, sa molekula ATP e prodhojnë dhe sa skorje prodhojnë nga ky proces. Mbetje. Interesante. Në fakt, të ushqimet që përmende, një ushqim që Dr. Gandri më shon shumë është djathi i dhis ose i deles. Është një nga ndarësit më efektiv të mitokondriave, thotë ai. Kështu që 50 deri 100 gram në ditë thotë konsumimi i djathit, djath të vërtet flasim, ka një efekt i jashtëzakonshëm. A plaket metabolizmi Altin thjesht sepse po plakemi? Po, faktikisht mosha jep vlera negative. Ashtu, metabolizmi. Degraduese është kjo. Po ti referohemi asaj formulës që tham, pesh, gjatësi, mosha është me minus. Ai do të thotë sa më shumë shtohem në moshë, aq më shumë. Kjo lidhet por si hakerohet. Pavarësisht neve mund ta shmangim, këtë në kuptimin ne mund ta gadalsojmë këtë proces në mënyrë të kënaqshme. Dhe kuptohet që aktiviteti fizik i dyanshëm, si aktivitet fizik aerob, ashtu dhe anaerob. Një ushqim i mirë, ushqim proteinik dhe yndyror dhe pak karbohidrativ, karbohidratet të bazohen tek ato perime që kemi përmendur më parë, ato lloj frutash, ato lloj perimesh, pak legume, pak ose as pak drithra integral. Unë do isha edhe për mos përdorim fare drithra integral dhe këto nacat, bajamet, arat, lejtite, këto grupi këtyre dhe i farave që kanë edhe element nutritiv, kanë dhe fibra në sasi të lartë. Domethënë këtu të bazohen karbohidratet. A mund të jesh dikush që është i ri, doktor, dhe na sheh që është 22-23 vjeç, thotë po çfarë metabolizmi të ngadalt mund të kemi, tani jam djalë i ri. A mund të kesh metabolizëm të ngadalt? Po sigurisht mund ngadalsohet. Edhe në moshat po, në kushte sedentarizmi ekstrem sigurisht që mund ngadalsohet. Sedentarizmi ekstrem dhe ushqimet gabuar. Stresi ndikon? Po sigurisht stresi dhe gjumi. Dhe ka një korelacion shumë interesant midis gjumit, stresit, nivelit të gjumit, nivelit të stresit bashkë me njëra tjetrën dhe rezistencës ndaj insulinës. Është një korelacion i drejt për drejt. Sepse gjumi, një gjumi pa mjaftueshëm i keq e tjerë nxit një gjendje stresi që rrit kortizolin. Kortizoli mobilizon glukozën. Glukoza e rritur shton insulinë, insulina e rritur nuk lejon që të mobilizohet masa dhjamore dhe mbahet obeziteti në mënyrë permanente dhe nuk largohet masa dhjamore. Domethënë është një korelacion i drejt për drejt. Nga ana tjetër kortizoli ndikon edhe në aktivizimin, mbajtjen aktiv të traktit hipotalam pituitar adrenal, e cila kjo është në bazën e mbajtjes. Doktor, të lutem thuaj edhe një herë atë për kënaqësinë, ta dëgjoj vetëm për kënaqësi. Hipotalamo pituitaro adrenal. Është një aks. Hipotalamo pituitaro adrenal. Okej. Është një aks hormonal. Në fakt, jo vetëm sasia e gjumit, jo vetëm totali orëve. Ne kemi diskutuar, por edhe Po vlera e gjumit është edhe në risetimin hormonal, kemi thënë testosteron. Qartë, po edhe momenti i fjetjes është shumë i rëndësishëm. Pra kur fle gjumë. Pra ti mund të flesh nga ora 2 deri në orën 10 të mëngjesit, të bësh gjumë, po themi me deep sleep, pra me gjumë të thellë, ta bësh ciklin siç duhet, bësh ato 4 ose 5 cikle gjumi. Por sipas të dhënave shkencore, ka shumë rëndësi nëse ka diferencë midis 10 fjetjes në 10 të darkës. Ka diferencë sepse është cikli cirkadian. Po është cikli cirkadian. Dhe për mua ka shumë rëndësi dhe momenti i zgjimit. Momenti i zgjimit duhet të koincidoj me çeljen e dritës. Më kupton, dhe ky bën që dhe të niveli ekspozimi në dritën natyrale, në mënyrë të menjëhershme mbas zgjimit, jo në drita artificiale, ndikon qetësimin e kortizolit. Shumë e rëndësishme kjo.
Prandaj Huberman i shtyn të gjithë që të bëjnë me çeljen e dritës, është lidhur shumë. Huberman i shtyn të gjithë në fakt që në momentin që çelet drita dhe rreth një orë pasi ka dalë dielli, janë pikërisht është ndriçimi. Që ata që punojnë gjatë natës dhe flen gjatë ditës, mund t'i referohesh edhe kësaj. Ata që kanë puna të tilla që janë detyruar të rinë natën zgjuar dhe flan ditën. E kanë këto sisteme i kanë totalisht shërulluara. E vërtet. Doktor, tashmë ne do të kemi edhe një rubrik në të cilën do ta postojmë para se të jetë emisioni jon ku mund t'i bëni pyetje doktorit. Mund na dërgoni pyetje në rrjetet sociale, sigurisht Active by Flex, e gjeni lehtësisht Facebook, Instagram, TikTok dhe sigurisht mos harroni në rrjetin ton, platformën e YouTube-it, Hoja Media. Megjithatë, ne do të postojmë dhe ju mund t'i dërgoni edhe në inbox. Për gjithë ata që nuk duan që të dalë emri i tyre, le të ndjehen të lirë sepse mund ta ruajmë patjetër privatësinë e secilit për jush. Megjithatë, këto janë disa komente që janë bërë në rrjetet sociale, janë publike. Sigurisht që të gjitha janë krejt profesionale, doktor, dua mirë kuptimin tënd, ka populli domethënë ka shqetësimet e tij. Një koment është për sa i përket gjithmonë stërvitjes tek puntata që kishin për sa i përket New School dhe Old School dhe metodikave të ndryshme. Emri është Frank Sinatra, paktën në rrjetet sociale. Frank, përshëndesim. Muskuli i këmbëve është muskuli më i madh në trup, thot Frank. Timing është relative koha është relative, thot, varësi të çdo njeriu. Squati pra është më i miri, mos e komplikoni shumë. Shkothot, ik ngërë pesha, kujdes teknikën, bëj pushimet e dura 2 minuta nga seti në set, nga 4 herë 12 ose 15 përsëritje me 3 sete dhe vazhdo me jetën tënde. Kjo është për sa i përket nëse do ta arrish. Squati padyshim që është një ushtrim i jashtëzakonshëm për forcë, është një nga tre ushtrimet e shenjta. Tre ushtrimet e tre specialitetet e powerlifting, squat, deadlift dhe bench press. Por squati është i lidhur pak edhe me moshën, duke kemi parasysh me avancimin në moshë, squati bëhet i rrezikshëm në lidhje me ngarkesën që jep përgjatë shtytjes kurrizore. Ndërkohë që sot ka shumë ushtrime edhe moderne, alternative, makineri moderne që ti mund të marrësh përfitimet e squatit, po pa bërë një ngarkesë të shtytjes kurrizore. Pra mbi ngarkuar shtytjen kurrizore dhe ka pa shtypur ato disjet intervertebrale që nëse ato bëjnë një herë diskale, pastaj ta harrosh dhe ushtrimet e tjera. Nuk bëhet fjalë më vetëm për squat. Nga ana tjetër, squati nuk është më efektivi i mundshëm në zhvillimin e hipertrofisë muskulare të muskujve të këmbëve. Kështu që unë squatin një sekond, ti thua squati nuk të jep mas, nuk është ushtrim? Sigurisht jep, nuk është më i miri për të dhënë mas? Jo, sigurisht. Okay. E kupton? Por është për të krijuar forcë. Ka bodybuilder që nuk kanë bërë squat. Eksakt, por është për të shtuar forcë. Dorian Yates nuk bën squat, sa për gjeni. Bën hack squat, po jo squat. Bëhet fjalë për squat, në mos e kanë kuptuar mirë, për squat lir. Pesh, po. Squat lir. Me pesh se mund ta bësh edhe Smith machine. Barbell squat. Unë jam më tepër për këto, veçanërisht gjithmonë, flas edhe në lidhje me moshën, por jo dhe aq në lidhje me moshën, sepse dhe ngarkesat që ti merr në moshë 3 mund të reflektojnë në moshë më të avancuar. Absolutisht. Jam më tepër për të qenë më i kujdesshëm dhe për të zhvilluar një masë muskulare, sepse tek e fundit qëllimi është zhvillimi i masës muskulare. Dhe i forcës kuptohet, por bodybuilding dhe powerlifting janë dy. Jo, për gjithë ata që duan të bëhen fort, patjetër i duhet të përdorin squat, por do marrin parasysh rrezikun, absolutisht. Në fakt një diskutim që bënte Peter Atia, emrin e ortopedit nuk e kujtoj, ishte kreu i ortopedisë, i shoqatës ortopedike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të gjitha të dhënat që kishin mbledhur ndër vite të grumbulluara tregonin që rreth 70% të njerëzve që kishin punuar me squat, nuk po flasim për një vit, po flasim për periudha që zgjasin deri në 20 vite, 70% rezultonin me hernie diskale. Po, është pa diskutuar. Edhe deadlift crossfiterat që egzageroheshin me pesha gjithmonë, kishin gjithmonë probleme displazie, domethënë në legen. Shumë këta që egzageroheshin. Ushtrimet unilaterale konsiderohen shumë të shëndetshme, ushtrimet me një këmbë.
për shembull Bulgarian Split, ose ushtrimet me gjerë, ecja, Farmers Walk, ushtrimet. Okej. Ti komentojmë shpejt se janë disa, mos bëni bla bla thot, kërkojmë ndjes, po për këtë paguhemi për të bërë bla bla. Edhe po ta futim te ushtrimet, te grupi ushtrimeve të rrezikshme, edhe barbell press, bank press, të themi, e kupton edhe ai. Bench press, po. Dhe bench pressi është i rrezikshëm, veçanërisht për faktin që shumica e atyre që e bëjnë nuk e ekzekutojnë në mënyrë korrekte. Është jashtëzakonisht i rrezikshëm për tendinat, po. Të gjithë kanë vrarë supet me atë. Për deltoide dhe këshillohet më tepër përdorimi dumbbell, përdorimi gjirave sepse ke një kontroll shumë efektiv. Okej. Dhe mbas edhe më pak pesh mendoj. Ngarkohet shumë, ai kanë tendencë gjithë, ka një qef që të krahasojnë. Pak, po efikasiteti është më i madh. E qartë. Mos bëni bla bla thot, sot stërvitja e vërtet është ajo ushtarake, është me jetë më të gjatë dhe pa krampe, pra pa tërheqje thot ai dhe dëmtime. Ju që bëni stërvitje për fryrje muskujsh të keni fobi dhe mendoni se fryrja përbën paraqitje. Çfarë do të shkuara? Mund të them diçka që këta që mendojnë që po të bësh aktivitet fizik me pesha, do arrish një fryrje kolosale. Pra aty ishte aq e lehtë domethënë. Shton dhjam kryesisht, kupton se han shumë edhe ujëra dhe dhjam kanë. Ndërsa masa muskulare është jashtëzakonisht e vogël dhe nëse shton prandaj përgjithsisht i suksesshëm. Prandaj të gjithë ata që thon palestra thjesht të fryn dhe bie shumë shpejt muskulatura. Në fakt nuk është ashtu. Fryesh me ujëra dhe me dhjam dhe në momentin që heq po ato. Po, heq ujërat. Po pikërisht. Dhjamin është shumë e vështirë ta heqësh. Pesha është më shumë për shtuar masë muskulare, thot Toni, ecja dhe vrapi është për të djeg dhjam dhe yndyrna. Po kështu është kur bëni ekspertin të gjithë, në fakt nuk e kemi mohuar këtë gjë, doktor mund t'japësh një koment? Po, në një farë mënyrë ka të drejtë. Patjetër. Ecja fillimisht djeg glukozën dhe pastaj djeg indin dhjamor. Kur kalon një 45 minuta, një orë. Kalon një minutazh të saktuar që është edhe pak individuale kjo. Por nga ana tjetër nuk do të thotë që stërvitja për rezistencë me pesha nuk ka rëndësi, madje akoma dhe më të madhe, sepse zhvillon masë muskulare, siç tham, indi muskular është indi më metabolik në organizëm, mban metabolizmin lart. Nga ana tjetër është, si thua, është monedha jon më e rëndësishme që kemi për plakjen, është gjëja më e rëndësishme që mund të bëjmë për vitet që vijnë më vonë, pikërisht sepse redukton rezistencën ndaj insulinës, janë gjithë ata faktorë që përmendëm më sipër, bën një rregullim hormonal, ndikon minimizon rrezikun e aksidenteve, rënieve. Sigurisht rënieve, ti në moshë më madhore do jesh shumë aktiv, dhe nuk do rrezikosh që të bësh qoftë edhe fraktura, se ne kemi edhe frakturat pasive, jo vetëm frakturat aktive. Po edhe frakturat pasive që vjen si rezultati i mos mineralizimit të dur të kockave. Dhe si bëhet mineralizimi i kockave, qoftë nëpërmjet ushqimit të dur, qoftë nëpërmjet aktivitetit fizik për rezistencë. Patjetër. Për të ruajtur kockat e shëndetshme. Piteratia te klinika e tij që kushton mijëra euro, nëse shkon si pacient, i vendos gjyshe dhe gjyshër që janë nga 75-80 vjeç bëjnë deadlift. Kështu që masa muskulare, aktiviteti fizik i fortë me pesha fillimisht e rrit gliceminë. Dhe pastaj bën një ulje të glicemisë në shumicën e orëve të mëparshme deri në aktivitetin fizik. Është konstatuar që stërvitja me intensitet të lartë, pra që kërkon sforco për momentin në gjatë ditës, jo në momentin e djegjes, se njerëzit ngatrohen, shikojnë sa kalori harxoj me vrap, sa kalori harxova duke bërë pesha. Në momentin që përfundon ajo, ne harxojmë më shumë kalori gjatë ditës duke bërë stërvitje intensive. Megjithatë, do mendoj një kombinimi më perfekt do ishte ecja e gjatë me aktivitetin fizik të mirëfillt. Ne nuk e përmendëm në fakt për sa i përket metabolizmit, doktor, po ka shumë studime të fundit që tregojnë që stërvitja në zonën 2, kardio në zonën 2 rreth 2 orë në javë. Pra 2 orë aktivitet në javë në zonën 2, që nuk është pak realisht, mund ta ndash në 3 seanca, po themi 40 minutë, pak a shumë, ka një efekt jashtëzakonshëm në metabolizmin e njerëzit. Një koment tjetër nga Astrid Varfi, doktor Vrapi i pari thot, noti i dytë, bicikleta e treta për të pasur një formë fizike të përsosur, të tjerat për njeriu janë aksesor thjesht ndihmues. Respekte Astrid, komenti.
A mund të jemi vrap not biciklet vetëm? Këtu është kardio, pra është stërvitje kardio. Po sigurisht ka njerëz që kardio, po ku është këtu zhvillimi i masës muskulare që thamë më parë për të patur për të patur masë muskulare si një garanci për të ardhmen për gjithë ato faktorë pozitiv që ka masa muskulare. Po do dikush do thoshte doktor që ciklistët jetojnë gjatë për shkak. Nga ana tjetër për vrapin nuk do isha dash i sigurt për faktin se është shumë traumatik për gjunin. Dhe duhet jetë shumë i kufizuar. Është sigurisht me vlera, por duhet jetë jo i shpeshtë. Okej. Raub tjerë, një koment tjetër, çfarë thot shkenca për Russian Hulk që bën 25-30 përsëritje, thotë dhe është super bish. Jo të gjithë njerëzit kanë të njëjtën fizionomi trupore. Po sigurisht ne këtë kemi thënë edhe më parë, që përsëritjet e shumta, në setet me përsëritje të shumta zhvillojnë sakroplazmën, ndërsa përdorimi peshave të rënda dhe me përsëritje të pakta zhvillojnë fibrat muskulare. Të dyja këto janë komplementare me njëra tjetrën. Okej. Po kush mund të ketë takatin e Russian Hulk nga njerëzit me sa të? Problemi është ne duhet shtrojmë një pyetje tjetër, kush është më e përshtatshme për një individ i cili stërvitet në mënyrë natyrale? Çfarë lloj stërvitje është më e përshtatshme për individ që stërvitet në mënyrë natyrale? Është stërvitja me volum, që kemi thënë përpara, apo stërvitja intensive? Jo, Russian Hulk vetëm 6 gram steroid në ditë merr, nuk është se merr shumë. Stërvitja e kufizuar në kohë dhe efektive, me intensitet lartë, efektive kufizuar në kohë, me pak përsëritje, pak sete, apo stërvitja e shtrirë në kohë, me volum të madh, me shumë sete, shumë përsëritje. Domethënë, ka mund të përballojë një individ që stërvitet në natyrale. Sigurisht, atë që është më efektive. Megjithatë, zakonisht këta që komentojnë, nëse duan komente në lidhje me persona që përdorin steroid, mund t'i japim dhe ato, po unë nuk Okej. Sigurisht. Okej, një koment tjetër doktor, Mikesa o Paulo, diçka e tillë, reklamimi thotë është shpirti i tregtisë. Pra ne po reklamojmë diçka. Sportet kardio janë më efektive që ekzistojnë, sportet me pesha rrisin masën e muskujve, sa më shumë masë, aq më shumë gjak dhe oksigjen ju nevojiten muskujve, thot, aq më shumë lodhet dhe zemra. Lutem, komentoje ti se s'dua ta komentoj. Shiko, nuk e di se për çfarë lloj kompozicioni trupor i referohet, ndoshta i referohet për masave gjigande, por ti je i bindur që më tepër se 2, 3, 4 kg muskuj më tepër se sa efektivisht ke, flasim për individ normal, është tepër e vështirë që të vendosësh në mënyrë natyrale. Dhe një gjë e tillë kuptohet që nuk e vendos zemrën në kurfar risku. Nuk ka si llogaritet risku i masës diamore, qoftë edhe një trup me një peshë që mund ta konsiderojmë ideale, tek ata që konsiderohen skinny obese, dhe që kanë një masë diamore më të lartë se sa duhet të ketë një individ i asaj peshe. Dhe nga ana tjetër, muskujt shërbejnë si një pres për venat e për të bërë atë rikthimin venoz të gjakut në zemër. Domethënë lehtësojnë përkundrazi, lehtësojnë punën e zemrës. Duke bërë kthimin venoz më të thjeshtë. Po pulpat konsiderohen zemrat e dytë e organizmit. Pra zhvillimi i këmbëve, sidomos është sigur që në mënyrë natyrale nuk është për të zhvilluar kur një masë muskulare që të rrezikojë zemrën. Mrekulli. Është e pamundur. Start scan a mund të hakeroj sistemi nëse duhet ha 2 vakte të mëdha në ditë, thot. Po, është një mënyrë efektive. Ngrënia e 2 vakteve në ditë është një mënyrë jashtëzakonisht efektive, është shembull i Serge Nobret përsëri, që ne kemi përmend më parë, i cili kishte 2 vakte, shpeshherë dhe 1. Dhe kush është avantazhi? Avantazhi është që ti krijon një rritje të eficiencës së sistemit digestiv, duke e përgatitur në njëri vakt në tjetrin, duke e përgatitur sistemin enzimatik për të përpunuar ushqimet e vaktit succesiv, dhe nga ana tjetër krijon një mban insulina shumë qetë. Duke mbajtur glikozën ulët, mban insulinën ulët, nga ana tjetër rrjedhën në një gjendje fleksibiliteti metabolik shumë efektiv. Mundet të kalosh shumë lehtë nga përdorimi i glukozës në përdorimin e yndyrës për një shumë efektive. Mjafton që të kesh gjithë sekreti është tek sasia e duhur e proteinave. Nëse merr sasinë e duhur të proteinave, nuk ka rëndësi se si e ndan për gjatë ditës. E kemi diskutuar. Mund të marrësh dhe 250 gram protein në një vakt, nëse që është e vështirë sepse është sasi e madhe ushqimi. Po nëse për diabetik, doktor thotë cila është, po nëse
prediabetik, doktor, cila është mënyra më e mirë për t'i ndarë vaktet? Përsëri kjo do ishte. Më thënë, ajo ideja e përdorimit, ideja e vakteve të shumta çdo 2-3 orë, po. Të them 3-4 orë, ose e 3 vakteve të mëdhaja me sneke të ndërmjetëm është krejtësisht e gabuar. Për shkak të rritjes dhe uljes së insulinës. Madje edhe një vakt ditor do ishte shumë efektiv. House of Flavors Albania, po për individ që janë të palestruar, dhe kjo ka të bëjë me videon që folëm që një individ i cili nis stërvitjen i duhen rreth një muaj pikërisht për të bërë atë përshtatjen e ndërtimit të forcës. Dhe rezultatet do fillosh të shohësh rreth pas 2 muajsh, rezultatet estetike, sepse 2 muajt e parë diskutuam që do duhen që ti të përshtasësh sistemin neurologjik. Po për individ që janë të palestruar, çfarë ndodh nëse bëjnë një pushim të gjatë? Jeni super, faleminderit. Pra thot, nëse je i palestruar, ke bërë pushim të gjatë, a vlen një lloj ajo ripërshtatja? Mund ta rifitosh më shpejt. Më shumë më shpejt, por gjithsesi rikthimi tek rikthimi tek ajo stërvitja e gjithë trupit në një ditë është shumë efektiv për periudha të shkurtra kohe, që të bëjë një resetim. Whole body workout për periudha të shkurtra është shumë efektive. Edhe në individët që kanë arritur, që kanë një stazh të saktuar në mrekulli, pra thuaj që edhe nëse që ke bërë më parë. Veçanërisht kur e rifillojnë është shumë efektive që të fillohet me whole body workout. Pra si ti jesh tani fillestar fare, si ti jesh dikush që ke bërë më parë, po ke kohë pa bërë, mira është që të nisësh me stërvitje të gjithë trupin 3 seanca, po themi në javë, që i bie që ti kapësh 3 herë në javë. Fillon splitet sipas Okej, këto ishin pyetjet, mos harroni po ja u përmend edhe një herë, ne do të kemi postime më tej në rrjetet sociale, në Active by Flex që gjeni në Instagram, Facebook dhe TikTok. Do të kemi postime të cilat mund të komentoni, mund të shkruani gjithashtu edhe në inbox për t'i komentuar këtu cilat do qoftë pyetja. Sigurisht nëse keni komente prap jemi të hapur për të komentuar mendimin dhe bindjen e çdo kujt. Doktor, besoj se i përket të gjitha për sa i përket të gjitha. Një pjesë të mirë për sa i përket metabolizmit. Ne do të takohemi në puntatën e radhës. Deri atëherë mos harroni të na bëni follow dhe subscribe në të gjitha kanalet tona, Hoje Media në YouTube dhe sikur se thash Active by Flex në rrjetet sociale. Duhet të falenderojmë gjithashtu, mos të harrojmë aktorin e tretë të këtij podcasti që është Brandi Flex, e gjeni lehtësisht tashmë edhe me ambientin e ri Sports Center Flex, që praktikisht përfshin CrossFit, spinning, pilates, sauna, por edhe ambientin e vjetër të palestrës ose të gym, sikurse edhe ambientin e Flex Kitchen, të cilin e gjeni tashmë ka ndryshuar lokacion për të gjithë ju që jeni kurios, tek Ika 2 ka qenë, tashmë është bërë pjesë 50 metra më tej, është bërë pjesë e Sports Center e të gjithë paketës, pra stërvitesh dhe brenda të gjithë ambient mund të ushqesh me vakte të studiuara mirë, duke respektuar makronutrientët dhe mikronutrientët dhe sigurisht në cilësi maksimale dhe shije spektakël. Ju falenderojmë gjithëve, takohemi puntatën e radhës, mirupafshim.